Ministri e Arsimit dhe Sportit Mirela Kumbaro prezantoi hapat dhe afatet e rishikimit të kurrikulës së teksteve në arsimin parauniversitar. Për klasat e para, të 6-ta dhe të 10-ta, zbatimi i kurrikulës me 171 tekste do të nisë në shtator. Për klasat 1, 6, 10, përditësimi i programeve lëndore ka ndodhur në vitin 2025, përditësimi i teksteve po ndodh aktualisht dhe zbatimi i kurrikulës së re do të nisë në shtator. I gjithë procesi i rishikimit të kurrikulës synohet të mbyllet në vitin 2029. Pasi dua të theksoj me ju që është një proces që ka nisur tani dhe përfundon në vitin 2029. Në Komisionin për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, ministrja u ndalte veçoritë dhe synimet për një përmbajtje mësimore që i përgjigjet më mirë kërkesave të tregut të punës. Ndërkohë, ky rishikim i kurrikulës vjen dhe me një vizion të qartë dhe ambicioz, të pajisë nxënësit tanë me kompetenca të kyçe të përditësuara për të nxënit gjatë gjithë jetës. Qëllimi ynë është të përgatisim të rinj të aftë që mund të përgjigjen me sukses sfidave të tregut punës dhe dinamikave të shoqërisë digjitale. Seancat dëgjimore u shoqërua me debate të forta dhe ndërprerje, pasi përfaqësuesit e opozitës denoncuan se nuk u ishin vënë në dispozicion dokumentacioni i nevojshëm. Kur mora vesh para mbledhjes që nuk kemi asnjë lloj materiali, kryetari i komisionit Luciano Bocci parashtroi 5 pyetje për ministren që lidhen me hartimin e kurrikulës. A ka një analizë zyrtare të dështimeve të modelit aktual dhe sa pedagog universiteti janë përfshirë realisht? Jo, nuk ka analizë të dështimit, ka analizë të punës, ka analizë të një procesi dekadash që kur kurrikulat të cilat janë në proces janë zbatuar. Komisioni vendosi shtyrjen e seancës për ditën e mërkurë me qëllim pajisjen me dokumentacionin e plot dhe zhvillimin e një debati më informues. Nuk kemi me Nasradinin.